Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian mund të hyjë në një fazë të re vendimarrje, pa bllokime dhe veto nëse kalon propozimi i Gjermanisë për votim me shumicë në politikën e jashtme dhe të sigurisë. Ministri i jashtëm gjerman, Johan Vadeful, dha një mesazh të qartë nga Dublini ku propozoi heqjen e parimit të votimit unanim në politikën e jashtme dhe të sigurisë brenda Bashkimit Evropian, duke zëvendësuar atë me vendimarrje me shumicë. Ai shtoi se momenti duhet shfrytzuar ku pas zgjedhjeve në Hungari dhe humbjes së Viktor Orban, tani kemi një dritare të mirë mundësie që duhet përdorur. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha pretendon se 13.000 faqe janë zhdukur nga të dhënat e kadastrës ku janë zhvendosur dhe tjetërsuar titujt e pronësisë. Sipas ish kryeministrit, Ergjys Agasi është përfituesi shumë tokave dhe pyjeve përmes tjetërsimeve dhe abuzimeve. Qytetarët duhet ta dinë se janë mira prej tyre që këta mafiozë kanë lëvizur vendodhjen e pronës tyre. E ka patur ngjitur me shtëpin trollin, ja kanë ngjitur në majët malit dhe këtu i kanë sjell atë që kanë dashur. Ja kanë marrë. Atë që kanë bërë me kadastër nuk e ka bërë kur asnjë regjim gjerësot, asnjë regjim, asnjë pushtues, as diktatura. Atë që ka bërë Edi Rama me kadastrën nëpërmjet Ergjys Agasit. Vetëm në regjistër janë zhdukur 13.000 faqe në kadastrën e Tiranës. Dhe pastaj në digitalizim janë transpozuar mira titull. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti rikonfirmoi se qeveria nuk ndërhyn në çështjet e drejtësisë për ish-krerët të UÇK-s. Ai bëri këto deklarata në foltore në Kuvendit duke sqaruar dhe qasjen institucionale ndaj proceseve gjyqësore në Hag. Kurti theksoi se komunikimi me partnerët ndërkombëtar është i vazhdueshëm dhe se qeveria angazhohet për respektimin e drejtave në këto procese. Ne kemi ngritur zërin, do të vazhdojmë të insistojmë që çdo proces të zhvillohet në përputhje të plotë me standardet ndërkombëtare për një gjykim të drejtë, transparent dhe të panshëm, deklaroi Albin Kurti. Bashkimi Demokratik për Integrim kërkon nga qeveria në Shkup vazhdimin e punës së korridorit të tetë si projekt strategjik për vendin dhe rajonin pavarësisht zhvillimeve të fundit dhe debatit rreth trases. Sipas BDI-s, shtyrja e vizitës së delegacionit të UNESCO-s nuk ndikon në realizimin e projektit, ndërsa theksohet se ai është i rëndësishëm për lidhjen ekonomike, lindje perëndim dhe për integrimin rajonal. BDI shton se projekti ka mbështetje ndërkombëtare dhe duhet realizohet sipas standardeve dhe planifikimit ekzistues. Kryeministri i Maqedonisë Verioti Stramiskovski premton se në ndryshimet në ligjin për qeveria teknike do të hyjë në fuqi vetëm mandatin e ardhshëm. 100 ditë përpara zgjedhjeve, unë jap dorëheqjen si kryetar politik i qeverisë, vjen një kryeministër teknik që e zgjedh Kuvendi, LSDM-ja opozitare merr pjesë me drejtuesit e saj në kuadër të organeve qeveritare, ministrive dhe zëvendës ministrave. Publiku duhet ta di këtë, ky është një fakt që do të kemi një qeveri teknike në zgjedhjet e ardhshme, deklaroi Mickovski. Sipas tij, argumentet se me cilat LSDM e kundërshton këtë zgjidhje janë të pakuptueshme. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.